Nëse duam një shoqëri të barabartë, atëherë duhet ta kuptojmë se barazia nuk fillon në ligj, ajo fillon në ndërgjegje. Në mënyrën si ndojmë rolet në familje, në mënyrën si mësojmë fëmijët mendojmë për drejtsinë dhe në mënyrën si kuptojmë fjalët e imja dhe e jona. Barazia gjinore nuk është kërkesë e grave ndaj burrave, është kërkesë e shoqërisë ndaj vetvetes që të jetë më drejtë, më racionale, më njerëzore. Sepse kur një pjesë e shoqërisë mbetet e përjashtuar nga pasuria, nga trashëgimia, nga fuqia ekonomike, atëherë përjashtimi nuk është më personal, ai është strukturor. Dhe çdo pabarazi strukturore është padrejtësi politike. Në kulturën tonë, ndarjet ekonomike mes burrave dhe grave nuk janë vetëm rezultat i mungesës së vullnetit, por i një trashëgimie të gjatë historike, ku pruna shihej si simbol i autoritetit dhe dominimit mashkullor. Në shumë familje vajza ende rritet me idenë se shtëpia është e vllaut, se toka i takon djemve dhe se kërkesa për trashëgimi nuk është e hishme. Ky mentalitet në thelb nuk është vetëm paragjykim ndaj grave, është një formë e padrejtësisë së brendshme që shkatërron balancën e shoqërisë. Sepse aty ku vajzat mësohen të heshtin, lind padrejtësia, dhe aty ku gratë nuk zotrojnë, vendoset varësia. Barazia në pronë nuk është luks, është baza pavarësisë, e sigurisë ekonomike dhe fuqisë për të marrë vendime. Prandaj çështja e pronës nuk është vetëm një temë ligjore, është një çështje emancipimi shoqëror. Të nderuar pranishëm, nga ana ligjore Republika e Kosovës ka përcaktuar qartë këtë drejtë, ku shtetuta jonë garanton barazinë gjinore, kemi hartu kodin civil përmes cilës rregullohet në përpitmëri se përket bazës ligjore mbi të drejtën e barabartë në pronë dhe trashëgim. Fatkeqësisht për shkak të një sër interpretimesh dhe mungesës së vullnetit të deputetëve, ky kod ende nuk ka marrë dritën e gjelbërt në kuvend. Megjithatë, ne duhet të them që sfida jonë nuk është mungesa e ligjeve, është mungesa e zbatimit të tyre. Sepse edhe sot në praktikë një pjesë e madhe të trashëgimive ndohen pa përfshirjen e vajzave dhe shumë gra heqin dorë nga drejta e tyre në një presion që ligji nuk mund ta shoh, por që realiteti e di. Ky është momenti ku shteti duhet veprojë, drejtësia nuk mund të jetë neutrale përballë padrejtësisë. Institucionet nuk mund të jenë spektatorit të pabarazisë që ndodh çdo ditë në petkun e zakonit apo traditës. Ministria e Drejtësisë është e përkushtuar që ta kthejë barazinë gjinore në pronë në një realitet të prekshëm, jo në një slogan. Ne do të fuqizojmë kontrollin ligjor mbi proceset e trashëgimisë, po e monitorojmë raste heqjes dorë për të siguruar që çdo deklaratë të jetë vullnet i lirë dhe i vetëdijshëm dhe po kërkojmë që çdo zyrtar publik nga në të gjyqtarët të trajtojnë këtë çështje si formalitet, por të trajtojnë këtë çështje jo si formalitet, por si një mision drejtësie. Ky nuk është një debat i kufizuar në barazinë gjinore, është debat për karakterin e shtetit tonë. Një shtet që nuk mbron të drejtën e grave në pronë nuk mund quhet shtet i drejtës. Një qeveri që nuk lufton për barazinë ekonomike të grave nuk mund pretendojë zhvillim qëndrueshëm. Barazia në pronë nuk është kërkesë e ndonjë grupi, është interes kombëtar. Sepse aty ku gratë kanë pronë, aty ka më shumë investime, më shumë arsimim dhe më shumë siguri. Prona në duart të grave nuk e dobëson familjen, por e forcon atë. Nuk e copton shoqërinë, por e bashkon atë mbi drejtësinë. Ne institucione kemi përgjegjësinë e drejtë për drejtë të garantojmë që çdo proces pronësor të jetë transparent dhe pa diskriminim, të reformojmë praktikat administrative që shpesh i përjashtojnë gratë në heshtje dhe të ndërtojmë politika që inkurajojnë regjistrimin e përbashkët e pronave në emër të dy bashkëshortëve apo në mënyrë pavarur në emër të grave. Ky është edhe zotimi ynë, barazia në pronë nuk do të mbetet në letër. Do të jetë politikë publike e ndërtuar mbi ligj, e mbështetur nga institucione dhe e mbrojtur me vullnet politik. Nuk mund të flasim për një shoqëri të barabartë pa garantuar që çdo vajzë dhe çdo grua të gëzojë të drejtat e saj ligjore, të zotrojë, të trashëgojë dhe të menaxhojë pronën dhe pasurinë e saj. Ky fokus na obligon të gjithëve që të punojmë bashkërisht për të mbështetur çdo grua pra në çdo cep të vendit që t'i gëzojë këto të drejta të saj si parakusht i fuqizimit ekonomik të tyre, i cili është një nga faktorët më të rëndësishëm për parandalimin e dhunës.
Pavarësia financiare u krijon grave hapësirë për të jetuar të lira, të sigurta, me dinjitet dhe për të mos u kthyer më në ciklin e dhunës kur e përjetojnë atë. Agjencia për Barazi Gjinore e ka trajtuar gjithmonë me prioritet çështjen e të drejtave pronësore dhe të trashëgimisë, e posaçërisht kur sot jemi në prag të një përvjetori shumë domethënës 10 vjet nga vendosja e masës afirmative për regjistrimin e pronës së përbashkët në emër të dy bashkëshortëve. Vitin 2016 kishim 105 prona në tërë Kosovën në emër të dy bashkëshortëve. Vjetori vitit 2025 na gjen me 31.124 çifte që e kanë regjistruar pronën në emër të dy bashkëshortëve. Ky është një hap historik, sepse përveç gëzimit të drejtave jemi duke ndërtuar një kulturë të re, sjelljeje tek gjeneratat e reja, ku prona nuk është privilegji i njerit, por e drejtë e dy partnerëve të barabartë. E megjithatë, e dim të gjithë se vetëm garantimi të drejtave pronësore dhe trashëgimore apo rritja e numrit të pronave në emër të dy bashkëshortëve nuk mjafton për të arritur barazinë e vërtet ekonomike dhe shoqërore të grave dhe vajzave. Këto janë themelet, mirë po për të ndërtuar mbi këto themele nevojiten praktika dhe politika, investime dhe angazhim i vazhdueshëm. Dhe qeveria ka reaguar pikrisht aty ku pengesa është më e fortë, duke krijuar një mekanizëm që u hap dyert grave që duan të ndërtojnë biznes, duan të ndërtojnë karrierë dhe të ardhme për veten dhe për familjet e tyre. E vërteta është se barazia në mundësi nuk mjafton për të kompenzuar shekuj shtypjeje dhe dizavantazheve. Prandaj, masat afirmative janë të domosdoshme, ato nuk janë privilegje, janë mjet drejtësie, mjet korrigjues, mjet që garanton se gratë nuk do të mbeten prapa. Bashkërisht, të gjithë ne sot këtu dhe shumë të tjerë që nuk janë në sallën e sotme, kemi punuar në vendosin e prioriteteve duke u mbështetur në të dhëna të qarta cilësore dhe sasiore që na kanë udhëhequr gjatë hartimit dhe me shumë përkushtim gjatë zbatimit të programit të Kosovës për barazi gjinore 2020-2024 dhe strategjisë për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave 2022-2026. E para që situata ka ndryshuar po mjaftueshëm, sepse nuk mund të themi që nuk ka progres. Nëse krahasojmë Kosovën me etapa, progresi mund të konsiderohet revolucion në raport me pozitën e gruas në shoqëri, edhe tek vetë tema që po e diskutojmë sot, pjesëmarrja ose të drejtat, respektimit të drejtave pronësore të grave. Megjithatë, fakti që ne edhe pas 25 vite nga përfundimi i luftës ulemi edhe diskutojmë për probleme kaq bazike që lidhen me garantimin dhe respektimin e një të drejte fundamentale, thelbësore për me respektu dignitetin e njeriut, tregon që kemi shumë punë përpara dhe nuk mjafton vetëm me diskutu, me identifiku, por duhet me marrë veprime konkrete me ndryshu situatën për të mirë. Nga viti kalum, kur ka përfundu fushata në 16 ditëve të aktivizimit, deri me sot, ne kemi reflektu në kuadër të institucionit avokatit popullit, unë si avokati popullit dhe stafi. Dhe natyrisht seminarët vetëm në një periudhë kohore, për gjatë ton vitit jemi angazhu me marrë qëndrime të qarta ku janë problemet në Kosovë, që po i dim. Ne kemi norma zakonore, mentaliteti dhe botkuptimi jonë patriarkal. Ashtu vërtet, në ndryshu një mundësi, duhet kohë, duhet përkushtim, energji, angazhim i vazhdueshëm, konsistent, të fillu prej edukimit hershëm në shkolla, e deri tek nivelli akademik që duhet me dalë me qëndrime të qarta, çfarë duhet me bë kjo shoqëri, me kuptu një herë për gjithmonë, se nuk ka norma afirmative, as normë tjetër mbështetëse që e barazon vlerën e të drejtës që duhet me respektu grave si çdo qenie njerëzore në Republikën e Kosovës. Dhe ne ku flasim për gjithçka që ne bëjmë, është e pamjaftueshme paracënimi që po i bëhet grave në Republikën e Kosovës, duhet të përfshirë familjet tona, pa i përjashtu edhe veten që me cilët ne jetojmë. Dhe
është e natyrshme, dini të gjithë se me ndryshu opinionin e shprehur në botë kuptim dhe me ndryshu veprimin janë dy gjëra të ndryshme. Ne qëndrimet kemi ndryshu. Çdo kush që flet në emër të publikut sot ose i drejtohet publikut, flet me termat më të larta të respektimit drejtave të grave si qenie të barabarta në këtë vend. Flasëm edhe për legjislacionin e jashtëzakonshëm të mirë që e ka Kosova. Te fillon nga kushtetuta, ku i përfshin instrumentet ndërkombëtare, nga ligji për familjen, ligji për trashëgiminë, ligji për drejtat pronësore, ligje tjera, çdo ligj fillon edhe përfundon me thirrjen për barazi, për mbrojtjen e vlerave që janë mbronjos në kushtetutën tonë, që është respektimi i drejtave të njeriut, barazisë gjinore, mos diskriminimit, por që në fakt, në praktik, pastaj nuk dallojnë. Ndrysha situata, edhe në raport me legjislacionin ne kemi kuptuar që ka mangësi. Është ministri Sallau këtu, janë po shoh këshilltar të sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë Drejtësisë, këshilltar të Ministrisë, po shoh edhe shumë aktorë të tjerë që janë kyç në rolin e tyre dhe po besoj është nevoja me hyrje në një rishikim të plotë të legjislacionit sa përket të drejtave në trashëgimi dhe të drejtës për ndarjen e pasurisë përbashkët, qoftë ajo fituar në martesë, qoftë ajo si pasuri e përbashkët familjare. Të filluar tek vetë për iniciimi i procedurës, edhe mos harroj. Iniciimi i procedurës trashëgimisë vjen me propozim të trashëgimtarëve, të njërit për trashëgimtarëve. Fillon me zërin akt vdekjes. Akt vdekja është një dokument zyrtar që lëshon gjendja civile në vendbanimin ku ka jetu për herë të fundit trashëgimlënësi, pra personi që ka vdek. Trashëgimtari që ka interes me nxjerr këtë dokument e përpilon bashkë çështja ka qefi. E hik vllaun, e hik motrën, i hik djemt të vllaut që i ka vdek ose të motrës që i ka vdek, i hik prindrit, e lën vetën, e merr trashëgimin, edhe këtu fillon pastaj saga e mundimshme e mbretjes gjyqësore të drejtave që nuk është pa probleme. Te nis për zvarritjeve procedura e deri te mendësia vetë gjyqtarëve. Dhe llogaritme unë cilësi të avokatit të popullit, shkoj si qytetar në gjykat dhe gjyqtari më thatë nëna jote s'ka drejt me trashëgu, sepse baba jote ka vdek para gjyqit. Si agjenci për ndihmë juridike falas, paraprakisht, domethënë në vitin 2024 kemi arritur të trajtojmë 8.000 raste të kërkesave qytetarëve të cilët kanë kërkuar ndihmë juridike falas. Prej tyre, domethënë dikon 2.500, gradualisht do rrisht numri 3.000 e gjinisë femërore. Kjo tregon një indikator se edhe gjinia femërore kërkon të drejtat e tyre dhe është vetëdijsuar që të ketë qasje edhe në drejtësi dhe përmes agjencisë për ndihmë juridike falas të realizojë të drejtat e tyre, qoftë në pronë, qoftë në çështje tjera civile, administrative apo kundërvajtëse. Kanë fillu me u përmirësu numrat, por megjithatë janë vetëm 4% të grave që trashëgojnë pronë. Vetëm 15% e pronave janë në pronësi të grave. Statistikat flasin vetë, e problemet janë shumë më të thella ashtu si ke edhe avokati i popullit. Masa për lirimin e pagesës nga kur regjistrohet prona në emër të dy bashkëshortëve me siguri ka ndiku shumë, por me aq sa ne kemi përgjigje nga tereni, ka ndryshu apo është përmirësu edhe kërkesa e noterëve, të cilët kur ka transakcione e kërkojnë praninë e gruas aty, qoftë e regjistruar apo jo në emrin e saj, e po ashtu edhe bankat. Nëse bëhen transakcione lidhur me patundshmëritë, kërkohet prania e gruas dhe kjo natyrisht i ndihmon kauzës tonë. Gjithmonë e ma shumë ndëgjojmë që gratë, që i përshëndes se sot pasha njënën këtu, gjithmonë e ma tepër thonë që vajzat e tyne do ta marrin trashëgimin, që nanët do të bojnë çmos, që vajzat e tyne të mos mbesin pa trashëgimi dhe pronë.